Numri familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike në Bashkinë e Këllëcyrës ka pësuar ulje krahasuar me një vit më parë. Aktualisht në të gjithë territorin e bashkisë, përfshirë edhe njësitë administrative, janë 142 familje që trajtohen me ndihmë ekonomike. Sipas specialistës së ndihmës ekonomike në Bashkinë e Këllëcyrës, Drita Abazi, kjo rënje lidhet me efektet pozitive të programit të punësimit, të cilat kanë krijuar mundësi që një pjesë e përfituesve të sigurojnë të ardhurat përmes punës dhe të dalin nga skema e ndihmës ekonomike. Te Bashkia e Këllëcyrës bashkë me të gjitha njësitë administrative janë 142 familje që marrin ndihmë ekonomike. Ka zbritje, por shumë pak se janë të punësuar. Ka në përpuna private, kështu që ka ikur vetë, ka dhe që është tek ai programi i punësimit, janë të dyja drejtoritë bashke dhe shërbimit social dhe drejtoria e punësimit, kanë bërë një program që punësojnë familjet që janë në nevojë dhe marrin atë pagesën dhe sigurimet shoqërore, plus dhe ndihmën ekonomike këto familjes. Ndërkohë, për muajin korrik, qeveria ka parashikuar një mbështetje shtesë financiare për personat me aftësi të kufizuara. Kalon tani në korrik një shtesë që na ka ardhur për të gjitha këta persona që janë tek paaftësia, vetëm paaftësia, jo paraplegjikët dhe verbëria jo nuk ishte shtesë, vetëm persona që janë me paaftësi marrin këtë shtesë. Rreth 300 lekë është kjo shtesa tani në korrik. Përfaqësuesit e Bashkisë së Këllëcyrës theksojnë se puna do të vijojë për të orientuar sa më shumë qytetarë drejt programeve të punësimit, me synim që familjet në nevojë të kenë mundësi të sigurojnë të ardhurat të qëndrueshme dhe të rrisin mirëqenien e tyre.